Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po rivazhdojmë në fakt të takohemi sërish në kanalin Monitor TV ditën e sotme për të sjellur ngjarjet më të fundit që po ndodhin në showbizin shqiptar pranë jush. Tani dua të ndaloj të bëjmë pak një rikthim në kohë. Dua të ndaloj tek një lajm që pikërisht një muaj më parë apo një muaj e gjysmë ka bërë xhiron e rjetit. Një lidhje dashurie e mundshme mes Loredanës edhe në këtë rast Gjestit, një hipotezë që në fakt e ka hedhur Xheneta në emisionin Trotuar, që unë që në atë kohë kam qenë pak skeptik për mënyrën se si Xheneta e tha dhe në kohën kur Xheneta e tha këtë gjën. Tani unë nuk preferoj që artistët të përfitojnë nga njëri tjetri me shpifje, por jo me fakte. Loredana Brati, pasi që u bë pjesë e kësaj situate, edhe Gjesti, kanë patur një raport korrekt brenda shtëpisë së Big Brotherit. Domethënë Loredana nuk është se ka preferuar që të jetë në një lidhje dashurie me Gjestin, nuk është se ka patur indicie të tilla dhe tani jashta shtëpisë, me thënë drejtën, Loredana nuk ma jepte atë bindjen që mund të ishte një femër e tillë që të bënte një marrëdhënie me një djalin që thjesht ka patur edhe situatë korrekte, por duke ditur edhe situatën se si ka qenë, ku ajo ka qenë e lidhur me armikun tashmë të Gjestit, me Jozin. E thënë nga Xheneta që Loredana dhe Gjesti kanë qenë një fundjavë në vila, kanë qëndruar bashkë, kanë ndarë momente, kanë ndarë edhe shtratin, domethënë ajo pretendonte që Loredana ja kishte thënë, por nuk ja kishte shkruar. Unë që këtu nisa me thënë drejtën dyshime që ka diçka që po fshihet. Siç duket, të dy vajzat kanë bërë një dakordsi që në momentin kur Gjesti të nxjerrën këngët, sepse Gjesti nxirrte një blok të gjerë me këngë, me thënë 5 projekte, ato pikërisht të plasin këto gjërat në ato momente që publiku t'ju jep famë edhe atyre dhe domethënë të jenë në qendër të vëmendjes edhe të dy vajzat përpos Gimbos dhe Gjestit që po nxjerrin albumin e tyre. Loredana sot tha që nuk ka patur një histori të tillë, ajo me Gjesti nuk ka patur një moment në vila, nuk ka patur një moment intim, domethënë e quan si një mik të mirë, e konsideron si një shok, por jo përtej saj. Biles tha që edhe nuk ka fol fare me Gjestin, vetëm që i ka shkruar për vdekjen e të vllajt, që nuk kupton, domethënë të gjitha ato kanë qenë gënjeshtra që unë me thënë të drejtën prej asaj kohe nuk i besoja, sepse mu duken si momente që dikush të përfiton nga diçka. Dhe në këtë rast unë pash një përfitim të Xhenetës kundër drejt historisë së Gjestit. Unë mendoj që Xheneta ka një lloj ndjesie për Gjestin, ka një lloj emocioni për Gjestin, por nuk e thot dhe jo më kohë domethënë krijon ngjarje të këtilla.